Bebe Rexha ndez rrjetin nga Kroacia, pozon me bikini në Hvar. Artistja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj në rrjetet sociale me disa fotografi provokuese të publikuara gjatë pushimeve në Kroaci. Në postimet e fundit në Instagram, 35 vjeçarja shfaqet e buzëqeshur dhe plot vetbesim, teksa pozon me bikini një paleshe me dizajn leopardi, duke vënë në pa format e saj trupore dhe stilin unik që e karakterizon. Unë nuk do të iki kurrë. Nuk mund të më detyrosh, ka shkruar ajo në mbishkrimin lozonjar që shoqëron fotot, të realizuara në brigjet e ishullit Hvar, një prej destinacioneve më të njohura të Adriatikut. Edhe pse ndodhet shumë afër Shqipërisë, Rexha nuk ka konfirmuar ende nëse do të vizitojë vendlindjen gjatë qëndrimit të saj në Ballkan. Megjithatë, lidhja e saj me rrënjët shqiptare është gjithnjë e pranishme në jetën dhe karrierën e saj, shpesh e reflektuar në daljet publike dhe qëndrimet që mban. Fotografitë e saj kanë marrë mira pëlqime dhe komente, duke dëshmuar edhe një herë statusin e saj si ikonë e stilit dhe vetbesimit, si dhe ndikimin e saj të vazhdueshëm në skenën ndërkombëtare të muzikës dhe modës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.